Butrinti u mbet përballë Lushnjës me poker të Cankës, lagunarët tregohen superior duke vazhduar synimin për Super League. Sarandiotët e nisin ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme. Është Enrico Papa që arrin të shënojë dhe dërgon në avantazh të tij. Miqtë reagojnë direkt pas pasimit të golit. Është Canka që provon nga distanca, por portieri Haxho nuk lejon të shkojë topi në rrjet. Nuk vonon shumë dhe goli miqve vjen në të 26-ën minutë. Mbrojtësi Sarandiot Giovanni shkakton fall në zonën e tij dhe bën që gjyqtari kryesor Durmishi të akordojë 11 metrash. Canka merr përsipër ekzekutimin e penalltisë dhe e kthen në gol. Njëherë është barazon dhe shifrat 1-1. Përgëzimi i skuadrës mike nuk zgjat më tepër se 2 minuta. Zguro kalon në avantazh Butrintin me një gjuajtje nga 25 metra, e cila përfundon në rrjet fal dhe gabimit të portierit Spaho. Në pjesën e dytë skuadra vendase shture totalisht. Goli për miq vjen në minutën e 57 me Cankën që paraspeshon gjithçka. I gjendur përballë Haxhos nuk e ka të vështirë të dorëzojë topin në rrjet dhe 2-2. Festivali i golave do të vazhdojë me të njëjtën autor. Është Çela që kryeson në zonë. Haxho nuk gërshton siç duhet dhe me fat topi shkon në këmbët e Cankës, që arrin të depozitojë topin në rrjet dhe kalon në avantazh të tij 2-3. 2 minuta më vonë Canka shënon golin e katërt, i cili shfrytëzon mjaft mirë gabimin e Xhibros dhe daljen e pasigurt të portierit vendas dhe arrin të dërgojë për herë të katërt topin në rrjet. Me kaq mbyllet edhe ky takim, i cili për Butrintin sezoni mund të quhet i dështuar, ndërkohë që tifozët Sarandiot janë irrituar me lënien e ndeshjes. Kam mendimin që është ndeshje e rasteve të humbura, edhe pse të dyja ekipet nuk ishin me formacionet më të mira të tyre. Ne ruajtëm 3-4 futbollistë që kishin me 2 kartona. Gjithsesi ekipi reagoi pas një humbje. Një fitore e merituar dhe mendoj që një fitore e merituar duke pasur parasysh që edhe Butrinti ka dalë nga gara dhe edhe nuk ishte më motiv. Bylisi nuk ka falur në shtëpi, pasi ka mundur 2-0 në aftëtarin, duke i dhënë goditjen e fundit drejt kategorisë së dytë. Me këtë humbje kuçovarët janë skuadra e parë që pret zyrtarisht biletën për një kategori më poshtë, ndërsa qëndrojnë në të parën vetëm një vit. Nga ana tjetër, ballshiotët vazhdojnë me trendin e fitoreve. Ata janë falur Mustafa Raj që me 2 golat e shënuar u ka dhënë 3 pikë të tive në sfidën e parafundit. E gjithë vëmendja përqendrohet te dueli i fundit ndaj Lushnjës, ku do të përcaktohet se cila skuadër do të ngjitet në superiore. Takimi nisi në sulm për ballshiotët, të cilët që në minutën e 5 shfaqen rrezikshëm në portën kuçovare. Është mbrojtësi Shoshi, i cili me një goditje dënimi rrezikon portën e Korës, por topi kalon gjitur me shtyrën pingule. 4 minuta më vonë është Bastriu që përvon me kokë, por pa sukses. Ballshiotët shtojnë ritmin e tyre dhe kontrollojnë topin, duke luajtur në gjysmëfushën e naftëtarit, ndërsa këta të fundit vetëm mbrohen. Rastet e ballshiotëve janë të njëpasqyrshme, por mungon finalizimi. Mbrojtja mike reziston mjaft mirë. Bylisi provon me të gjitha mënyrat për të çarë murin mik dhe vetëm në minutën e parë shtesë të pjesës së parë ja ka dalë mban. Kështu në të 46 një aksion model midis Hoxhës dhe Shoshit. Ky i fundit nxjerr të lirë Mustafa Raj, i cili i harruar nga mbrojtja mike nuk e ka të vështirë të shënojë. Nuk mungojnë ovacionet nga tifozët e pranishëm në shkallët e stadiumit, ndërsa hedhin ofendimin në drejtim të rivalit të skuadrës së tyre Lushnjës. Ndërkaq, fraksioni i dytë fillon me Bylisin më kërkues për të gjetur golin e qetësisë, që në minutën e 67 është Hoxha i cili rrezikon portën me një kërcim nga krau i djathtë i Liçajt. Në të 79-ën, Pepa ndërmerr një aksion personal nga krau i majt dhe pasi kalon një mbrojtës arrin të gjejë sërish të lirë Mustafa Raj, i cili shënon dhe golin e dytë. Miqt provojnë të reagojnë me disa kundërsulme të shpejta me anë të Dos Santosit, por mbrojtja vendase nuk lë hapësira. Minutat e mbetura janë pa histori. Bylisi merr 3 pikë, ndërsa miqtë tashmë janë zyrtarisht një kategori më poshtë. Ti shikosh kronologjinë e gjitha ndeshjeve të Lushnjës, në çdo ndeshje ka filluar me një penallti. Dhe janë pikërisht ata që kanë prish garën, na kanë akuzuar shpesh. Megjithatë ja vlen të theksojmë që grupi i Jugut, grupi jonë është bërë një kampionat i luftuar deri në fund dhe për sa i përket ndeshjes fundit, i kam kërkuar dhe drejtuesve të ekipit, presidencës, kam kërkuar që të ketë vazhdimisht e kam kërkuar këtë që të ketë arbitër sezbën të huaj. Ndryshe ju kam që para 2 ndeshjes u kam kërkuar që të mos e drejton me ekipin nëse nuk do të kem garanci për arbitrim të saktë, që kam kërkuar për arbitrim të huaj. Ndeshja e sotshme është një ndeshje e kënaqshme nga të dy ekipet. Tani ne dim që erdhëm në fushën e Ballshit, një ekip që e meriton tamam Superligën.
u munduam me të gjitha forcat ashtu, nuk e përballuam dot. Jemi rikthyer në studio, fitore e madhe e Lushnjës, Semir? Po mirë fitore madhe që dhe Saranda po tjetë kështu drejt e drejtën. Po ku e di unë tani se Ndeshja ka qenë paktën komendat ka qenë kështu. Që ka pasi fare tolerimi domun. Po jo i fare tolerimi, ishte i çiksi shumë. E u bëi çiksi gallat nga puni. Në fakt një përmbysje që penalizon Ballshin që priste ndalimin e Lushnjës për më tepër edhe nga disavantazhet që vinin në fillim nga Saranda për ta patur më të thjeshtë në përballje direkte duke shpresuar te golaverazhi. Tani duhet thënë se ndeshja në Sarand ka qenë vetë një lojtar i Butrintit, Dorti, në minutën 84 ka lënë fushën e lojës dhe ka dalë në mënyrë demonstrative, duke mos u pajtuar me atë çfarë po ndodhte në fushë. Dhe në një intervistë në Panorama Sport që ka dhënë sot, ka deklaruar hapur që ndeshja ishte e trukuar dhe 4-5 futbollistë kanë toleruar në mënyrën më të pabesueshme të mundshme. Domethënë ishte një ndeshje tërësisht sipas tij e trukuar dhe e kompromentuar. Bëhet futbollisti i dytë që heq fanellën në shenjë proteste. Pas thanës së Dinamos që ka ndodhur në Ballsh, po ai nuk doli në media të deklaronte, kurse Dorti ka thënë hapur që është lënë. Biles ka treguar edhe diskutimet që ka pas me shokët e skuadrës gjatë ndeshjes, duke i thënë që të luajnë dhe ata i thoshte shko ti shëno, po unë i vetëm nuk kam çfarë të bëj. Dhe mendoj se kjo e kompromenton garën, sigurisht, pas tyre që ndodhi. Do frim kthehemi pak tek çështja e gjyqtarëve të huaj, e përmendi edhe Nenaj gjatë intervistës tij që nëse nuk zgjidhen gjyqtarë të huaj për të arbitruar takimin mes Lushnjës dhe Bylis, Nenaj do të refuzojë ta drejtojë skuadrën dhe ndoshta mund të ketë edhe vendim tjetër nga klubi i Bylis. Natyrisht janë kushte që vendos klubi, por unë mendoj që marrëdhënie të tilla i përcakton dhe i vendos Federata Shqiptare e Futbollit, sepse është institucioni që drejton garën. Më vjen keq që futbolli shqiptar në këtë grup ka humbur besimin, sepse kishim vite që të paktën nuk dëgjonin fjalën gjyqtar të huaj. Me që gjërat vërtet përgjithsisht po shkonin mirë, siç ndodhi edhe në grupin A që të paktën nuk kemi patur kontestime gjykimit përveç ndeshjes që u zhvillua në Fushkruj, dhe tashmë vim prapë në një pikë që ne humbim besimin te njerëzit që kanë stema edhe ndërkombëtare. Kjo është shumë e rëndësishme. Bota na beson, ne nuk e besojmë veten. Dhe kjo është vërtet për të ardhur keq. Në fakt, kjo është deklarata e depozituar nga klubi Bylis me numër protokolli 943 në datën 6 maj, ku kërkohet zyrtarisht që drejtimi i ndeshjes Lushnja-Bylis bëhet nga gjyqtar të huaj. Semir, a ka arsye Bylis të kërkojë këtë gjë dhe nëse e kërkon, a ka arsye federata ta refuzojë? Unë them që Bylis ka arsye që ta kërkoj. Edhe këtu ka precedent janë, se këtu kanë ndodhur, domethënë këtu ka pas gjyqtar të për ndeshjen Peqin. Jo ndeshje nivel lart që ka pas për shembull Dinamo Tirana në atë kohë. Ka pas disa gjyqtar tuaj italian, spanjoll, kanë qenë domethënë. Kështu që nëse ata e kërkojnë, edhe ky kampionat, ata ndjehen tani të dhunu nga ky kampionat. Edhe në fakt një farë arsye edhe e kanë. Kështu që nëse ti bën investime kaq mëdha edhe mundësit për të kalu sipër i ketë minimale, sepse diku gjyqtare, diku. Kështu që nuk është se jam të pasë, kam bërë kampionat shumë pasër. Po si do qoftë në këto në ndeshjet e fundit. Flasim kushtet kur është bërë një kërkesë tani i dhunur. Ai thotë sa unë sot kam pas rastin të flas edhe me drejtuesin më të lartë të klubit. Edhe për i profesional po i citoj edhe ata, domethënë se dhe ata thonë që nëse nuk do ketë gjyqtar të huaj, ne nuk do shkojmë fare dhe ikshin taksative. Tani nuk e di se çfarë do ndryshojë deri në fundjavë, se kush e di ç'bën vaki. Po, është kohë gjatë deri para ndeshjes. Nëse tani të marrësh masa të tilla që unë nuk e çoj ekipin është tjetër gjë. Po edhe nëse nuk shkon, domethënë do jetë edhe humbje për futbollin, sepse ne po flasim siç folën për grupin e Veriut, apo për grupin e Juve, po flasim për ndeshje direkte, që përcakton ekipin kampion. Tani ai merr përsipër që ma thanë pak të mua sot, që deri në 40.000 euro sa mund të shkojë ajo i pagujnë. Po, shpenzimet i ka marrë përsipër klubi Bylis. Tani nëse ata i pagujnë, edhe besimi kur thot dëfrimi ka humbë për këtë lloj gjykimi, ka humbë besimi për ata që drejtojnë gjyqtarët, ata dizenjatorët, për gjithë këtë komunitet domethënë. Pse mos japin mundësinë që të gjykojnë ndeshjen një
Nuk është se është për herë të parë, ndodh tani dhe nuk ka ndodhur asnjëherë tjetër. Ka precedent, por ndërkohë Nëse Lusha nuk është dakord, si i bëhet? Dëfrim, ndërkohë ka vërtet precedent, por e kemi edhe Apollonin që ka kërkuar gjyqtarët huaj për takimin me Teutën. Po, si duket janë pikat nxehta, janë pikat që natyrisht vendoset fati i skuadrave, ku luatet qoftë për Bylisin, fati për dalë në kategorinë superiore, apo për Apollonin që kërkon të mos humbas këtë kategori. Është fakt që janë momente që ndoshta ne jo vetëm më besojmë të huajve, por madje siç kam dëgjuar zëra edhe nga trajnerët dhe klube, nuk i duan as gjyqtar lindor, sepse thonë janë edhe ata mund të jenë të korruptueshëm. Pra duan mundësisht gjyqtar të huaj, po jashtë vendeve fëqi. Jashtë vendeve fëqi. Besar, po ku është pika ku refuzon federata kërkesën e Bylis konkretisht? Jo, konkretisht nuk kemi asnjë përgjigje nga federata. Sipas rregullores, ku bazohet? Sepse precedent, siç e tha dhe Sajmiri, kemi. Jo, mund të jetë kundërshtar, mëse bën ndërpres. Kundërshtar për shembull që thotë nuk pranon fjalën e gjyqtarit. Po pikërisht. Nuk e di domethënë si është në rregullore eksaktësisht federata. Kam përshtypjen se në rregullore nuk është taksative që tjetë e shkruar, ajo është në dorë të federatës. Mjafton të paguash shpenzimin, siç ka ndodhur. Përderisa Bylisi merr shpenzimet dhe përsipër ka pas kontestime të shumta, thuajse gjithë fazën e tretë ndaj Lushnjës nga ana e Bylisit, një ndeshje që Lushnja luan në fushën e vet, luan për 2 rezultate, mendoj se nuk ka arsye për të mos u pranuar. Për të mos pranuar Lushnjën e federatës. Le t'i japim një gjyqtar dorë nëse është mundësia. Ka pasur precedente të tilla, por kanë qenë rastet ku është diskutuar ta zëmë një trofe. Kupa e Shqipërisë në momente të tilla. Edhe rënë nga kategoria ka pasur. Kur janë të dyja të barabartë në kategoria. Ajo që duhet thënë është se ka kaluar disa vite, siç e tha Dëfrimi, që nuk kemi dëgjuar gjyqtar të huaj dhe pikërisht kjo duket si diçka e re, por realisht ka ndodhur. Ka i gjë më fal. Realisht ka ndodhur. Se këtu për shkakun ka mungesë gjyqtarësh. Tani kemi vetëm 2 të FIFA sepse ai pashaj se çfarë është në Amerikë, nuk është këtu, do. Tani kemi 2 gjyqtarë të FIFA-s që sigurisht do janë zonë edhe me ndeshje, se këtu ka ndeshje të rëndësishme edhe të superiore, se do luaj Apollonia me Durrësin, ja tham. Është Kuksi me Tiranë. Kuksi Tirana, themi. Nuk e di domethënë që e mbulojnë dot me themi për lojtar, për gjyqtar cilësor, që të jenë konsensus të 2 palët, se nëse ti për shembull nuk e pranoj gjyqtar të huaj, sepse tani kemi kohë që nuk kemi, themi. Po ama një konsensus midis 2 palëve do e bësh për një gjyqtar tani që do jetë në fushë, se kjo çmtim kapës. Atëherë, sipas rregullores kemi klubi që kërkon gjykim të huaj duhet të bëj kërkesën 10 ditë përpara dhe të bëj depozit, flas për rregulloren, dhe të bëj ka parë depozit garancie financiare. Pa marrë përgjegjësi. Klubi Bylis është gati, ka bërë kërkesën në kohë dhe është gati. Të përkuj shpenzimin. Federata, ndërkohë, ka si alibi vetëm faktin pse ulet... Nuk ka dhënë si përgjigje federata, mos e komprometoj. Po pra, po se sot edhe këta edhe zoti ka parë tha që pse ulet niveli i gjyqtarëve shqiptar. Sepse nuk ka arsye tjetër për të mos refuzuar, për ta refuzuar. Po më këtu ke ul nivelin e gjyqtarëve shqiptar edhe përpara. Më parë ka qenë Sokoli Aresi, ka qenë ai Janku, ka qenë Bujar Prejtja, ti ke sjell prapë gjyqtar. Besar, në rast se refuzohet, mos pjesëmarrja e Bylis në ndeshjen e fundit, ndoshta rrezikon një tjetër penalizim shembullor për klubin Ballshot pas asaj që ndodhi? Jo, shembullor nuk besoj, është e qartë në rregullore, Bylis dënohet me humbjen 3-0 në tavolinë dhe vetëm kajde -3 pikë, tani sezonin tjetër me -3 pikë, s'ka asnjë lloj dënimi tjetër shembullor. Ajo prish gjithë garën e gjithë një sezon tërmë, se është ti pret një ndeshje finale që shqyrë që të 2 grupet kanë vajtë ndeshjet finale. Tani këtej është që do jetë ndeshje që pritet që do jetë e mirë. Tani këtu nuk shkon njëna dhe tjetër e merr ndeshjen tavolinë, pastaj çu pa që gjithë kjo garë, gjithë kjo grind, gjithë këto lum deklaratës nga të dia. Kjo në fakt është një pikë e nxehtë, një takim i nxehtë ku sigurisht ka kërkesë nga Bylis për gjyqtar tuaj, ka drejtë ai refuzim nga Lushnja. Jo, ajo që duhet të them Sajmir është që ne të televizionit shqiptar do të jemi gjithmonë afër të 2 skuadrave dhe do ta transmetojmë drejt për së drejti takimin final të grupit B mes Lushnjës dhe Bylis të shtunën ose të dielën, sepse ende nuk është vendosur, por takimi do të transmetohet drejt për drejt në televizionin shqiptar. Dëfrim, tashmë për sa i përket arbitrimit, kemi patur një kampionat ku deri tani shumë pak mund të jenë bërë protagonist gjyqtarët. Pse kemi arritur në këtë pikë ku kërkohet gjyqtari huaj?
Sepse kampionati ka ardhur në një pikë që ndoshta nuk mendoj. Ndoshta mendoj që skuadrat do të bënin diferencën dhe do të sigurojë përpara ose të paktën një javë përpara ekipi që do të siguronte qoftë Superligën, qoftë ndryshe. Por ka ardhur kampionati, ka patur rivalitet dhe ka ardhur një pikë shumë të nxehtë, ku natyrisht janë nxehur dhe gjakrat, por në grupin B ka patur disa probleme, qoftë të ndeshja që u zhvillua mes Bylisit dhe Tomorit, ashtu dhe të ndeshja e Butrintit me Lushin, pra u agravuan pak a shumë situatat. U agravuan dhe po dëgjosh edhe trajnerët, sidomos trajneri i Bylisit, gjithmonë anatemon skuadrën rivale. Pra merren më shumë me rivalin se sa me veten. Pra janë agravuar gjërat deri aty saqë kanë ardhur një pikë që nuk pranojnë më një gjykim. Shikoj se nëse themi që gjyqtarët nuk janë protagonistë, pakun te kategoria e parë. Niveli i gjyqtarëve te kjo kategori është që le për dëshuar. Ne kemi thënë që në fillim edhe bile ka qenë ndërhyrja e federatës her pas hershme që ka futur me gjyqtar të Superligës. Ndonjëherë ose shpesh edhe gjyqtar me stem, se ka qenë edhe Pashaj, ka qenë edhe Jemini kategori. Jo, që ka qenë këtë javë në Mamuras. Por në këto përballjet finale. Edhe gjyqtar tjerë për shembull kategorisë superiore që janë shumë mirë, për shembull Kërdes Meta ka qenë. Do vendosen, nuk do vendosen gjyqtar. Më mirë, tani ky tani çfarë kërkon? Ai thotë që unë e ndjej veten dhunum, e ndjej veten që nuk jam gjyku drejt. Ka paragjykime, thotë që po favorizohet Lushja, ai thotë tani me shpenzimet e mia do marrë treshët tuaj, më çat po kërkoki. Qa favor është ai? Nuk është se ai do i zgjedhë gjyqtarët vetë do i bi. Ti zgjedh çfarë dush, bjeri këtu, unë do i paguaj lekët, kaq, është historia. Enri, po në basketbol ka kështu kërkesë për gjyqtarët tuaj? Apo është më qetë aty? Jo, qetë nuk është. Sidomos këtë fazën e play-offit nuk ka qenë shumë qetë, sidomos tek femrat ka patur goxha kontestime. Po kërkesa për gjyqtarët tuaj nuk ka patur ndonjëherë. Ndoshta shpenzimet janë shumë të mëdha. I keni besuar gjyqtarëve vendas më tepër apo ka ekipe që nuk i besojnë? Okej. Po ku pyeta basketboll? Ne po themi që ai do të më dhon 40.000 euro. Ku do japë 40.000 euro? Te një ekip basketbolli. 40.000 euro një ekip basketbolli del kampion. E di që mund të ketë probleme sepse Lusha thot kush e di që kundërshtari e ka korruptuar dha tuaj. Sigurisht. Po ai mos e sapranoi kanë. Po i merr kohën korabit, Vazhdo ti. Okej, është momenti të kalojmë në një tjetër pikë të nxehtë, është ajo për zonën e mbijetesës apo play-outit. Është momenti të shohim fitoren e luftëtarit përballë Sopotit me rezultatin 1-2, një fitore që e ka shpëtuar përfundimisht skuadrën Gjirokastrite, por ashtu sikurse edhe Pogradecin 2-0 përballë Dinamos, përgatitur nga Romeo Xhenxifi, dhe Tomori Shkumbini 2-1, fitoren e Beratasve të sjell për ju nga Erkan Çutra. I ndjekim. Luftëtari siguron qëndrimin në kategorinë e parë, duke i dhënë fund makthit të një sezoni për t'u harruar, i lehtësuar vetëm me sprintin final, ku në 4 javë Gjirokastritet kanë fiksuar 3 fitore dhe 1 barazim. Nuk reziston Sopoti për javësh pa objektiv dhe ku asgjë nuk mund t'u hiqte vendin e 4, duke u mundur 1-2 në Peqin. Formacioni i Dalipit mban mirë fushën dhe qarkullon topin, duke vënë në vështirësi luftëtarin, që vuan dhe presionin në rezultate. E megjithatë, Zikaltrit mund të kishin kaluar në epërsi shpejt, por Dosti ndalet nga traversa me portierin e mundur. Librazhdasit kundër përgjigjen me Caushen dhe Lesin, duke tentuar të gjejnë hapësira në prapavijën Gjirokastrite, por pa mundur të rrezikojnë sërish birjen, por kjo deri në minutën e 45, kur Causha i nxjerr më të mirën nga repertori, precize goditje mes fushorit nga distanca që surprizon portierin Gjirokastrit, duke e çuar në avantazh Sopotin në dhomat e zhveshjes. Tekniku Gjoni karikon skuadrën, duke qenë se rezultati komplikon ndeshjen, situatën e luftëtarit dhe skuadra i përgjigjet. 11 metrash minutën e 52, pas pengimit brenda zonës të Brahos. Nuk ka dyshim arbitri Prenga dhe kapiteni Mersini nuk gabon, duke barazuar rezultatin. Sopoti vuan goditjen dhe tulatet në lojë, ndërkohë që luftëtari beson, duke u shtyrë përpara me forcë dhe avantazhin mbërrin minutën e 75. Braho lëviz mirë dhe shërben përçaqon, që me portën e Boshatisu realizon golin e fitores. Rezultati i 4 radhazi pozitiv për Gjirokastritet, që me 31 pikë kanë shmangur edhe play-outin, duke u pozicionuar në vendin e 5 pikërisht pas Sopotit. Blut e Sedinit nuk dalin dot në bregun e liçenit të Pogradecit. Mund të thuhet se për ta ka qenë një shëndetje pranverore edhe në fushë. Përballë një Pogradeci që s'kishte se si të fillonte pushimet para kohe.
Kjo pasi ishin në zonën e mbijetesës dhe vetëm 3 pikët ishin dielli që i ngrohte. Megjithse aventura e tyre mbyllet vetëm në javën e fundit. Një ndeshje e dukshme në presionin sulmues të vendasve dhe Dinamo me shumë forca në prapavi, aq sa daljet para ishin të ralla. Momentet më të mira janë për liqenorët në minutën e 29. Çekiçi do të ketë zonë dhe kohë për të gjuajtur dhe Kotori në sprovën e së vërtetës. Edhe në të 33 minutë do të jetë Shyti dhe Kotori në provë, por përsëri gardiani Dinamovit nuk lejon tundjen e rritës. Pjesa e parë mbyllet pa gola. Pjesa e dytë është përsëri për vendasi. Në të 48 minutë, Anilari do tentojë nga një goditje dënimi, por jashtë kuadratit. Sulmon Pogradeci pretendon edhe për një 11 metrash, por për Sadikun ka vazhdim loje. Përpjekjet janë të dukshme, njeriu gol nuk duket për vendasit. Dinamo e kujdesshme, por pa grind. Kjo edhe për atë se janë në presionin e ekipit vendas, që arrin të shlirohet nga mangthi i golit vetëm në minutën e 68, kur pas harkimit të topit të zonë, Pengu tregohet i saktë dhe 1-0. Ky gol sjell qetësi, por jo siguri. Kotori do të pres edhe gjuajtjen e Shytit në të 78 minutë. Do tentoj edhe Bufasi, por pa rezultat. Ka emocion edhe në minutat e fundit, atje ku fitohet një 11 metrash, të cilin e merr përsipër Pengu, që saktësisht jep edhe golin e dytë dhe 3 pikët e shpresës së madhe për Pogradecin. Prap nuk jemi të qetë, por dua të them që ka qenë një nga ndeshjet tona më të mira, duke ditur që para kisim një Dinamo, një emër i madh në futbollin shqiptar, dhe vlerësimi tonë ishte maksimal. Po dua të përgëzoj djemt për atë që dha në fushën e lojës, këta spektatorë që na kanë mbështetur tërkohën e kohës, pavarësisht se neve nuk kemi qenë atje ku duhet dhe ndihmesa e tyre ka qenë gjithmonë e zjarr duke mbështetur ekipin tonë. Rëndësi sot kishin këto 3 pikë dhe kjo lojë mire e ekipit tonë. Kemi dhe një ndeshje të vështirë në Kuçovë dhe do mundohem që edhe atje të ecim në vazhdën e këtyre të paktën këtyre 3-4 ndeshjeve të fundit që kemi nxjerrë. Kjo ishte një ndeshje komode për mendimin tim, pasi ambienti ishte i qetë, ishte normal, fusha shumë e mirë dhe në këtë kontekst më erdhi keq që nuk dolëm lojën tonë, megjithëse kishim shumë mungesa, po prap ishte e pa justifikueshme, po mendoj. Momentet e fundit u tensionuan futbollistët edhe mu duk se kur miku nga dora timoni, edhe po kërkonin ta zgjidhnin secili individualisht. Në rast se do të jetë kjo Dinamo kështu siç është, që i vështirë do kam që të vazhdoj për arsye se duhet kompenzuar nga e para, pasi ka shumë probleme brenda. Tomori është rikthyer tek fitoria teksa ka mundur shkumbinin me rezultatin 2-1. Një ndeshje mjaft e luftuar për vetë faktin se të dyja skuadrat kanë përsynim mbijetesën në kategorinë e parë. Rrezikun e parë japin miqt me Isajni vetëm përballë Bashakut, arkon një top në drejtim të Portos, por është mbrojtësi Bitri që eviton një gol të sigurt për miqt. Në të 8 minutë vjen dhe goli i avantazhit për Beratasit. Një dalje jo e sigurt e portierit Ayazi bën që mes fushori Dervishi me një goditje të kalibruar në afërsi të zonës, godet dhe çon topin në rrjet 1-0. Sërish Tomori në sulm me Milen pasi kalon bukur në afërsi të zonës, godet por traversa i mohon goli i sulmuesit Beratas. Por goli nuk do të vonoj shumë. Mile kombinon mjaft bukur me Sharavodhin, ka shmangur 3 futbollistë dhe i vetëm përballë portierit Peqinas godet dhe shënon 2-0. Miqt nuk arrin të dalin në lojën e tyre, ndërkohë që Beratasit kërkojnë ta mbyllin takimin që në fraksionin e parë, me Milen që ka një rast të ardhur nga pika e bardhë e penaltis, por që konkretizimi nuk është i saktë. Pjesa e dytë nis më e vakët nga të dyja kampet, ndonse miqt shkurtojnë diferencën në minutën e 79, kur pas një inkursioni në të majtë të sulmit mik, sulmi akroson nga fundorja për Artur Maganin që shënon brenda zonës dhe 2-1. Ndonse pas shënimit të golit Peqinasit kishin edhe 11 minuta nga koha e rregullt, sërish fundi i lojës nuk solli asnjë rrezik në portën Beratase. Me kaq mbyllet edhe ky takim, me Tomorin që gjendet në ujëra të turbullta edhe pas kësaj fitoreje, ndërkohë që shkumbinit i mbetet ndeshja e fundit për të parë nëse do t'i shmangen ndeshjes shtesë. Shpëton luftëtari Besar dhe bamirësin e bën Sopoti. Mendoj se luftari nuk e ka diskutuar për asnjë moment qëndrimin. Jo, i ka pas para 3 javësh e kishte diskutuar. Ka qenë në zonë e ftohtë,
Po, nuk e ka... Nisë dal kampion, ishte dal. Ka rrezikuar aq seriozisht atë bjerë nga kategoria, ka pas një grup cilësor, është pranuar dhe nga trajnerët, nga drejtuesit. Megjithatë, është për të ardhur keq një ekip i tillë, domethënë, përfundon në të tillë situatë saqë të fitojë një ndeshje ndaj një kundërshtari pa objektiva. Ndërsa trajneri Luftarit bën 2 objektiva brenda një sezoni. Vladimir Gjoni. E vendos Burrelin veten në 4 në kampionat, shkon në Gjirokastër në 6 javë dhe shpëton Gjirokastërën. Në 4 javë ka marrë 3 fitore i Barazim Mosgova. Imagjinoni çfarë rekordi. Vladimir Gjoni nga Burreli shkon në Gjirokastër dhe duhet të thënë edhe afrimi deputetit Tavo pranë skuadrës ka ndikuar. Premio që ka vendosur çdo javë, i ka karikuar ekipin, i ka qëndruar afër dhe nuk është më skuadra e përpara disa jave që ka qenë thuajse e vetmuar dhe drejtuesit kryebashkiaku duhet të mbaj përgjegjësi se prej disa sezonesh thonë që do ta ngjisim Luftarin në superiore dhe përfundojnë për të luftuar në superiore bure. Deklaratat dhe ambicet e nëse flasim për Luftarin, nisim me fazë përfitore model, bëri ekip mirë për të dalë kampionat. Ata thonin kemi dalë kampion pa filluar kampionat. Ai shkret ato të vetat i bëri. E nisi si pretendent. Do jesh si Katrin si pretendent deri në fund. Me devot. Nëse do jesh për superiore. Deklarata për superiore. Luftëtari ka nisur sezonin si pretendent. Ne kemi diskutuar në studio 3 sezone që thuhet pretendent për kampionat. Ata që ishin në fushë gabunur. Po ai tani e bëri me sakrificë e bëri skuadrën. Tani se ka ardhur Tavo 3 javë se ai e shpëtoi ekipin. Jo, dha një ndihmës kryesore. Okej, flasim pak për zonën e fundit renditjes ku janë 4 skuadrat paktën që vazhdojnë të jenë fort në garë për të shmangur play-outin. Bëhet fjalë për Pogradecin, Dinamon, Tomorin dhe Shkumbinin. Me ndihmën e grafikës shohim pak përplasjet e javës sashme që janë edhe të fundit për kategorinë e parë në grupin B. Është Dinamo Tomori, Lushnja Bylis, Luftëtari Butrinti, Shkumbini Sopoti, Naftëtari Pogradeci. Pra kemi Naftëtari Pogradeci, Sopoti që shkon dhe viziton Shkumbinin, Luftëtari që pret Butrintin, Lushnja Bylis që luajnë për objektiva të tjerë dhe Dinamo Tomori. Samir, kush rrezikon? Unë them që tani kush rrezikon nuk mund të vesh ato. Me atë kalendar që ka, që unë e kam djeg domethënë. Unë them që te Dinamo Tomori do ndahet, domethënë nuk diskutohet fare që do ndahet aty. Po është një fitore e mundshme e Tomorit e nxjerr Dinamo në play-out. Po një barazim ose një barazim pastaj mban Dinamon dhe nxjerr Tomorin. Tani se kush do ashtu nga të dyja këtu ndeshja luhet në 5 dhe janë kurse këto tjera pastaj janë ndeshje domethënë rival që duan pikë me rival me kushtar që janë. Beson të frym se mund ndodh një surprizë në këto 2 takime, bëhet fjalë për Naftëtari Pogradeci dhe Shkumbini Sopoti. Naftëtari që praktikisht është në kategorinë e dytë dhe Sopoti që është në vendin e 4 jashtë çdo objektivi. Natyrisht surprizat nuk kanë munguar këtë kampionat. Unë për të mos përmendur emër se kush do bie apo kush do qëndroj, mund të them një fakt shumë interesant që jo vetëm për titullin apo për të kaluar në superiore, por dhe për rënje është nga kampionatet e rradha që ka këtë luftë. Dhe kjo vërtet është për të përgëzuar një radhë, sepse pikpyetja është deri në javën e fundit të kampionatit. Pra, kemi të bëjmë me një garë reale në futboll, në kalurin e parë. Besar, kush do t'i bashkohet Besës për play-outin? Mendoj se Tomori, duke parë gjithë kalendarin, përballjet që kanë, mendoj se Tomori do shkojë në play-out. Kam përshtypjen se do ta ketë të vështirë të fitojë me Dinamon këtu në kryeqytet. Dinamo është një skuadër, pavarësisht se ka arritur rezultate jo të mira gjatë javëve të fundit. Ndeshja finale e kanë jetë vdekje, kam përshtypjen se do ta ruajnë. Ajmi tepër që luajnë për 2 rezultate, barazim dhe fitore. Okej, shkojmë tashmë shohim në kategorinë e parë, janë dhënë verdiktet, Korabi dhe Gramshi janë skuadrat që ngjiten në kategorinë e parë, festë e madhe në Peshkopi për këtë arritje pas 53 vitesh të skuadrës së Korabit që ngjit më në fund një kategori dhe vjen në kategorinë e parë, ashtu sikurse dhe Gramshi, ndërkohë që Erzeni dhe Turbina do të jenë skuadrat që do të luajnë play-out me Besën dhe ashtu sikurse u bën edhe diskutimet në studio mes Tomorit dhe Dinamos. Përpara se të ndjekim materialin, do të kalojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare.